Së fundmi, moderatorja Kiara Tito ka publikuar në Instagram një video, ku së bashku me vogëlushen e saj Luna Mari kanë bërë një shëtitje tek kodrat e liçenit artificial të Tiranës. Ato shihen të dyja nën e bi, duke luajtur, duke u argëtuar dhe duke i dhuruar shumë dashuri njëra tjetrës. Kiara gjithashtu ka treguar se bebushja Luna ka frikë nga pemët. Një ditë e zakonshme pushimi, me dritën e diellit që ka frikë nga pemët, shkruan Kiara. Por si gjithmonë ra në sy komenti i Luiz Ellit. Baba Shkodran, nana lushnjare, e tiri në karrocë si gangstere mojt pas baba, shkruan Luizi.